Kuvendi i Kosovës nuk do ta ratifikojë marrëveshjen, thot kryeparlamentari Krasniqi. Serbët e veriut paralajmërojnë rezistencën ndaj marrëveshjes. Lëvizja flet për efektet e korrupsionit në të gjitha fushat dhe sektoret e qeverisjes. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, kënaqësia e gatimit. Jetë në çdo pikë të ujit. Uji lubeten. Energy Drink. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, Cilësi dhe garanci 10 vjeçare. shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Ferizaj në magjistralen për Prishtinë. Ferplast Ferizaj. Prodhimi i gypit të korriguar deri në fi 1000. I tubit të ujit deri në fi 630 dhe prodhimi i tubit elektrik me fije plastike. Teknologji moderne për prodhim sipas standardeve ISO dhe standardeve europiane. Ferplast, 50 vjet garanci. Kryeparlamentari Jakub Krasniqi ka thënë nëpërmjet telefonit për KTV-n se e tëra që mund të bëjë Kuvendi është që të japë pëlqimin për marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në bazë të kërkesës nuk del që do të ketë ratifikim të marrëveshjes. Mund të jetë si pëlqim, varet nëse këtë e kërkon kryeministri dhe nëse do të ketë mbështetjen e grupeve parlamentare. Për të ratifikuar marrëveshje duhet të ketë formën e ligjit. Fjala është për raportim dhe pëlqim, ka thënë Krasniqi. Ministri i Kosovës, Hashim Thaçi, do të raportojë sonte në Kuvend për pajtimin e arritur me Serbinë. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti ka thënë se subjekti i tij do të angazhohet për ta kundërshtuar marrëveshjen e arritur mes kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić në Bruksel. Kurti ka folur sot në mbledhjen e 8 të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje. Lëvizja Vetëvendosje do të aktivizohet, do të organizohet për kundërshtim të fuqishëm të kësaj marrëveshje edhe në Kuvendin e Kosovës edhe jashtë. Marrëveshja është më e keqe se sa që është pritur, ka thënë Kurti. Sipas tij, nga kjo marrëveshje Serbia ka përfituar ndërsa Kosova nuk ka fituar asgjë. Ai është shprehur se të shpresojë në mbështetjen e subjekteve të tjera për iniciativën e Lëvizjes Vetëvendosje për të themeluar komisionin hetimor për dialogun me Serbinë në Kuvendin e Kosovës. Serbët e veriut të Kosovës ndihen të zhgënjur dhe të tradhtuar nga qeveria e Serbisë për faktin se në nënshkrimin e marrëveshjes me qeverinë e Kosovës për veriun e këtij vendi më 19 prill në Bruksel, nënkupton kapitullimin e Serbisë dhe poshtërimin e serbëve të veriut, vlerësojnë liderët serb të kësaj pjese të vendit. Ata paralajmërojnë se do t'i përdorin të gjitha mjetet dhe mënyrat legjitime për të penguar zbatimin e kësaj marrëveshje dhe integrimin e veriut në institucionet e Kosovës. Marko Jakšić, lideri i serbëve të veriut, thot për Radion Evropa e Lirë se me arritjen e kësaj marrëveshje, autoritetet e Beogradit e kanë shembur Kushtetutën e Serbisë, ndërkohë që autoritetet e Prishtinës e kanë ruajtur Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Lideri tjetër i serbëve të veriut, Radenko Nedeljković, thot se serbat edhe më parë kanë shprehur vullnetin e tyre se nuk dëshirojnë integrimin në institucionet e Kosovës dhe se dëshirojnë të mbeten qytetar të Serbisë. Por Nedeljković përjashton mundësinë që rezistenca e serbëve të veriut të Kosovës ndaj zbatimit të marrëveshjes do të mund të jetë e dhunshme.
Këshilltari i kryetarit të Serbisë Marko Đurić ka deklaruar se me marrëveshjen e Brukselit, Serbia ka penguar përgjithmonë hyrjen e Kosovës në institucionet ndërkombëtare, ka siguruar garancinë dhe sigurinë për serbët e Kosovës dhe i ka legalizuar institucionet serbe para bashkisë ndërkombëtare. Me këtë marrëveshje kemi fituar garancinë e përhershme se Serbia nuk detyrohet të pranojë antarësimin e Kosovës në OKB, se nuk do të detyrohet ta njohë pavarësinë e Kosovës, se që nga fillimi deri në fund kemi kontrollin në shumë fusha. Janë arritur gjëra shumë më të mëdha se sa për serbët në jug, ka thënë Đurić për televizionin Prva. Đurić ka thënë se me marrëveshje ndalohet prania e forcave të sigurisë në komunat në veri të Kosovës. Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë një argument i fuqishëm për njohjen e Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur shtetin më të ri evropian, ka deklaruar ministri i jashtëm Enver Hoxhaj. Marrëveshja në rrafshin ndërkombëtar do të jetë një argument i fuqishëm që shtetet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, shtetet që kanë pasur qëndrim neutral karshi Kosovës, apo shtetet që e kanë kushtëzuar njohjen e Kosovës me normalizimin e relacioneve midis Kosovës dhe Serbisë, tashmë nuk kanë asnjë argument të vetëm që të mos marrin vendime pozitive që ta njohin Republikën e Kosovës, ka thënë Hoxhaj për Radion Evropa e Lirë. Efektet e korrupsionit janë gjithëpërfshirëse dhe ndjehen në të gjitha fushat dhe sektorët e qeverisjes. Andaj shpërndarja e gjerë e korrupsionit po thellon hapësirën ndërmjet qytetarit dhe institucioneve publike, thuhet në platformën e statistikave antikorrupsion të prezantuara nga Lëvizja Folp për vitin 2011-2012. Armend Mazreku tha se sa u përket statistikave antikorrupsion të sistemit prokurorial, në vitin 2012 ka pasur 132 aktakuza lidhur me korrupsionin, janë shënuar 140 propozime aktakuza dhe 158 hedhje të kallëzimeve penale. Mazreku ka pasur kritika ndaj qeverisë së Kosovës që nuk është duke bërë mjaftueshëm për luftimin e korrupsionit në vend dhe gjithsej nga 862 vendime, vetëm 8 sosh i ka marrë për luftimin e korrupsionit. Sipas tij, për vitin 2012 gazetat ditore kanë avancuar në raportimin e rasteve që kanë të bëjnë me korrupsionin. Ai ka numëruar që 159 tekste janë shkruar në vitin 2011, ndërsa 202 raste për vitin 2012.